Unë po them, Nuk mos është thjesht një më pyet mendim. mua pse mendon kështu zoti Qafoku. Pyet e pse mendon kështu. Tani unë do jap mendim. Jo, e pyeta unë, e pyeta për këtë. Tani, unë po them këtë. Zgjedhjet këtu bëhen një për qeverinë bëhen një 4 vjet. Dhe në këtë periudhë midis dy zgjedhjeve ne vetëm projektojmë. Themi ky do fitoj, ato do humbasin etj dhe duke bërë këtë projektimin nganjëherë dhe tentojmë bëjmë fushat. Pra ne themi, shiko, pse gazetarët e ri janë më të këqij? Edhe ti fillon mendon tani pse s'bëjnë gazetarët e rinj. Pra ti çfarë bëj unë po them, shiko, mbajmë këto gazetarët e vjetër se janë mirë me këta. Dhe në këtë pikë kjo vlen dhe politikë. Dhe themi ashtu, në politikë, padyshim këta janë keq, dhe duhet të thënë që janë keq. Nuk i pëlqeu krahasimi me gazetarin. Po, dese më mund ta bëja unë atë. Mund t'isha unë këtu në fushat për gazetarët e vjetër dhe thoja pse gazetarët e ri nuk e zëvendësojnë dot gazetarët e vjetër. Dhe të harroja faktin që gazetarët e vjetër kanë kapë sistemin. Më kupton, kanë shërby klasës vjetër politike, janë lidhur me politikanët, kanë përfituar, janë bërë gjysmë atyre janë ndërtues para se të jenë gazetar. Po unë të merrem me këtë dhe filloj tash të bi gazetarëve të ri që të mos ta lejoj kurrë rotacion e brezave. Cila është sfida më e madhe për ti vetë? Një sekond, nuk ka si do fitojmë. Në 11 maj ju do shikoni që këtu do marrë fund tranzicion 34 vjeçar dhe do filloj një rrugë e re. Kjo gjëja nuk ka nevojë që Edi Rama të shkojë nga 760.000 të shkojë 700.000. Edhe 730.000 vota po të shkojë Edi Rama, 30.000 vota po të ketë rënë, do jetë në opozit. Dhe kjo është pjesa që ta thot dhe barometri. Kjo është pjesa që zoti Qafoku si gazetar me eksperiencë duhet ta kishte parë. Edi Rama edhe në barometrin e Euronewsit nuk e kalon 50%. Dhe kini parasysh, ti mund të kesh një makinë, po nuk ke çelësin e kuadrit, nuk e ndes dot. Pa 71 mandate, ai nuk e ndes dot. Nuk qeveris dot. Tani këtë duhet ta themi se ky është fakti. E para, e dyta, pse duhen votu forcat e reja? E para sepse këtu duhet të ketë rotacion brezash. Ju e pat edhe në Universitetin e Bujqësor të Kamzës, shkon Spaku për të arrestuar ata që kanë vjedhur lekët e studentëve, shkon kryeministri merr mbrojtje drejtues të universitetit. Pra, këtu edhe universiteti nuk e pastrojmë dot pa larguar këtë klasë politike. Edhe media nuk e largojmë dot pa larguar këtë klasë politike. Edhe biznesin nuk e bën dot konkurrencë. Po largon nëpërmjet votës, Endre, nuk është se... Po me votë, pra, po them gjë unë që hajde në 11 maj merrni armët dhe shkojmë ta vrasim. Unë po them në 11 maj dilni dhe votoni kundër kësaj qeverie. Votoni kundër klasës vjetër politike. Po këtë po bëjmë tani, nuk kuptohet kjo. Ja u t'ja them prap. Në 11 maj ju lutem, mos votoni klasën e vjetër politike. Dëgjoni zotin Qafoku, i cili është pro forcave të reja dhe shkoni votoni për forcat e reja. Pra, që ta kthejmë në realitet, që zoti Qafoku ta bëjmë optimist në 12 maj dhe të mos jetë kaq pesimist për të ardhmen e fëmijëve të vet, për të ardhmen e brezit të ri. Dakor. Kjo është veteja. Pse opozita nuk u bashku, me që ju e dini qëllimin tuaj. E kemi diskutuar, po që të arrihet ky qëllimi kryesor që keni ju, që ata mos të votojnë. Më natyrale do të ishte që Rama dhe Berisha të dalin me një ofertë politike, se janë... Pse në një parti politike? Të dalin një koalicion, sepse keni parasysh kush është objektivi. Objektivi ynë është që kemi një drejtësi më të fuqishme, të kemi një SPAK më të fuqishëm, GJO më të fuqishme, dhe të kemi një KLSH më të fuqishme. Ky është objektivi ynë. Kush është objektivi i Edi Ramës dhe Sali Berishës? Dhe kanë thënë hapur, kanë thënë që do reformojmë SPAK-un. Kur i rëshket se janë në nerva e sipër thonë ta shkrim, kur e mbledhin veten thonë do ta reformojmë. Po në dy rastet kuptohet, pra nuk do kemi një SPAK siç e kemi. Si bëhet ky SPAK-u siç nuk e kemi, pra të ndryshme në asaj që kemi, duke ndryshuar kushtetutën. Si ndryshohet kushtetuta me 93 vota? Pra, ata më na i thonë hapur, ne do bëhemi bashkë për të ndryshuar SPAK-un. Dhe do ishte natyrale që dalin dhe koalicion bashkë. Mos më kërko mua që të bëjmë me të vjetrit, tani e kemi diskutuar 1000 herë këtë punë. Po me të vjetrin, Arlin Qori, pse nuk u bashkua? Pyet Arlin Qorin, kur ta kesh tu pyete? U bashkuat me të, po ta bëj pyetjen praktikë. Derën e ka pasur të hapur për të ardhur në çdo kohë. Ftesat i ka pasur nga ky emision paktën një 10 herë. Tani unë nuk mund të bëj përgjegjësi për njerëz të tjerë dhe as nuk dua të interpretoj qëllimet, interesat apo arsyet e njerëzve të tjerë. Unë po them që ne kemi bërë maksimumin për të krijuar një front të rinjve dhe kemi. Është i vetmi fronti të rinjve. Të tjerët janë veç e veç, tek e tek. I vetmi fronti të rinjve përballë klasës vjetër politike është nisma Shqipëria bëhet. Kemi të paktën 3 njerëz. Të pak të 3 më. Do shikoni, kemi 186 kandidat. 20 për cilve janë personazhe në fushat e tyre. Do shikoni sepse javës tjetër do t'i promovojmë.
Vinë nga bota e artit, vinë nga bota e medias, vinë nga akademia, janë profesionistë, janë shtresë e mesme. Janë brezi i tranzicionit që kanë lindur me Sali Berishën president, që kanë shku në kopsht kur Edi Rama u bë ministër për herë të parë dhe kanë parë gjithë jetën e tyre se si nuk dëshon asgjë. Këtu ka një ngecje në kohë, udhëtim në kohë. Synon Shqipëria nuk e bëj, shikon, nisma Shqipëria. Sondazhet e tilla bën brenda partisë i bëni, besoj, edhe jashtë saj. Sondazhet, ne nuk bëjmë sondazhe, ne bëjmë fokus grupe për të kuptuar problematikat të cilat mund ta kenë shpëtuar për të komunikuar më mirë me audiencën tonë. Po matje nuk bëni, se sa besueshmëri keni në publik? Unë nuk bëj llogari, unë bëj një gjë. Politika është matematikë, Endri. Po t'ja përgjigje pyetje, sa më bëre pyetje. Në 12, unë përfytyroj 12 majin, e hënë. Zgjohesh mëngjes, hap televizorin. Dhe çfarë sheh? Cili është lajmi? Cili është mesazhi që merr prindi, cili është mesazhi që merr njeriu, studenti, profesionisti kur zgjohet mëngjes? Që o bobo edhe 4 vjet tjera Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, apo po ikën klasa vjetër politike, po vjen një brez i ri. Qoftë brenda këtyre partive të vjetra, qoftë brenda parlamentit, pra brez i ri po vjen në politik, po nga politika po vjen në akademi, po vjen në profesionet e lira, po vjen në sport, po vjen në gazetari. Kjo është beteja. Ky është misioni ynë. Nëse ne në 12 maj, kur njerëzit zgjohen mëngjes, shohin erën e ndryshimit, që këtu mori fund tranzicioni, pra këta po ikin, ca kanë ikë me pranga, ca do ikin me vot, në qoftë se ja dalim për këtë, edhe inspirojmë të rinë në gjitha fushat e tjera që ta shohin të armë tyre këtu, apo ta që kanë ikë jashtë të rikthehen në Shqipëri, ne ja kemi dalë, s'ka rëndësi fare sa mandat e marrin. S'ka rëndësi. Artan, si e ke parë gjithë situatën politike mes dëshirës së madhe për të krijuar një poli 3 të partive të reja të krijuara, por që nuk arritën të bëhen pjesë e këtij poli dhe duket sikur ka shumë parti opozitare, po në fakt mungon një blok opozitar i ri. Unë e shoh kështu.